Po pa një llogari kërkush nuk ta jep sot votën. Nuk ka votë pa llogari në vend. Ose me koalicion, ose me mbështetje, ai po del ti grupi po shon grupin tjetër. Dhe aty ka një llogari. Dhe ata që kanë dalë kanë marrë llogari. Kështu që llogaria është e partisë. I ke fitu zgjedhjet, i kemi fitu këtë mandat me 24 vetë, deputet, i ke fitu me 48, i ka fitu me 20, i ka fitu me 8, bënë llogarinë. Nuk po del. Do të gjesh zgjedhjen. Nuk ka dorëzim. Të paktën sa e njohën Partinë Demokratike nuk ka dorëzim. Ka mundësi të bisedohet. Unë kam kërku të ullet bisedohen. Mrena partisë kam thënë, po, du të ullet bisedohen. Ofroni ofertë nëse do me dalë për zgjendjes. Jetë një mundësin. Të bisedohen me vetë kurtin, po thonim, me kurtin edhe me atjetër. Ky po thotë, do të bëjmë një qeveri të unitetit. Qeveria unitetit nuk bëhet vetëm pa një parti tjetër. Nëse një parti e le jashtë, asaj nuk ka unitet. Po kush do të bëjë qeverin? Kush janë ata njerëz që do të dalin, që do ta bëjnë këtë? Se qeverinë e unitetit të bëjnë partitë jashtë, do manë njerëzit jashtë partive. Për me dalë nga kjo gjendje, ku bota sot po hin lufta në lindjen e mesme, lufta në Rusi me Ukrainën, gjendje e zakonshme në tona unë, na shtymi për këto, na tregojmë jemi armiq vetës, armiq të ardhmës tonë, na do të gjejmë zgjidhje, në rrethana të caktuara bëhet kompromise për hir të vendit, për hir të përgjegjësisë që e kisi drejtues politik. Ke qenë kryeministër, ki takime me njerëz, do të hapesh rrugë. Nëse ne kemi bërë një kërkesë tani në gjykatën kushtetuese dhe gjykata kushtetuese do të na vjen një vendim. Është i drejtë apo s'është i drejtë ndrimi i procedurave? Vetëm kjo do të po, nëse thotë është i drejtë, do të vazhdohet me votimin e msheft. Nëse thotë nuk është i drejtë, do të kthehemi në votimin të hapur. Që nuk zgjidh as kjo diçka, apo jo, Zdriasani? Nëse është votimi i hapur, ne do të çojmë dorën për ose kundër. Që e kemi parë në disa tentime para se... Që ishte, nuk ishte më shumë se 57 vota. Nuk ishte zgjedhje. Po nëse është votimi i msheft, prapë do të votojmë. Nëse të kalon, të kalon. Që është arsye mos me kalon? Frika është te komuniteti serb, votimet e tyre, sepse votimet e të tjera po dihen haptazi. Tash, nëse me votim msheft, dhe ata do të votojnë. Dhe do të mund të votonin për, po? Ta zëm që do të votonin për. Dhe kjo do të jetë e lufta politike e të ardhmës. Thot, i kena marrë votet e opozitës, opozita do të i ke marrë votet e listën sërbe. Kjo e etiketimi që ndodhë gjithmonë. Jeni ju me listën sërbe, jo jemi na. Po, e mundshme. Edhe tani, prapë nuk do të kena një relacion politik të mirë fillt, do të kena këto akuzat njërë me tjetën, do të shkojmë një zgjedhje lokale do të përcaktojnë një rrethan politike, do të vim deri te mundësia e prillit, ku do të hymë për zgjedhjen e presidentës. Dhe konsideroni se rreziku është që deri atëherë të zgjatë kjo situatë, Zdriasani. E kam fjalën deri në prill, jo deri në zgjedhje lokale. Unë mendoj që këtë proces do ta zgjedhë gjykata kushtetuese. Hapi parë tash ta jep një mundësi se ata nuk e kanë këto ngarkesat politike të kohës. Për ato zgjidhen me një mandat, për ato zgjidhen njerëz të pjekur edhe njerëz që kanë kredibilitet, për ato zgjidhen që të marrin rrethana politike të vendeve të cilët kanë kaluar në kësi situata dhe të përcaktojnë vendimet që do t'i shërbejnë të ardhmës, edhe ata do ta tregojnë që nëse tonë për shembull nuk kanë ndryshime dhe është shkelje, kjo do të shërbejë si model edhe për zgjedhje të reja.